Bukuria themelore në Mitrovic, departamenti i përgjithshëm, në bazë të neni 234 parni dhe neni 235 parni të KPRK-s, paraqet akt akus kundër të Panderës, Slav Kosimic dhe Urosh Vukasinovic, sepse i Panderi Slav Kosimic me datë 16/06/2023, rrethorës 14:15 në Lek Posavic, i Panderi me dashje, merr pjesë në turmën e mbledhur prej më tepër se 8 persona, e cila me veprimet e tyre të përbashkëta shkakton rrezik të përgjithshëm. Ashtu që në momentin që nga objekti komunës së Lek Posavicit del ministri Elbert Krasniqi, persona civil dhe të maskuar fillojnë të gjuajnë shok bomba në drejtim të veturës së zyrtare, me targa 02-182 FO të markës Toyota Land Cruiser, ngjyrë të zezë dhe me ngjyra të ndryshme, dhe pasi që kalon ai, i Panderi jep urdhër duke thënë: "Mshënjë medjave", ashtu që sulmi vazhdon në drejtim të gazetarit të mediumeve të Republikës së Kosovës dhe atë Flora Saliu, Bardh Bekteshi, Enes Mehmeti, Leonard Berisha, Doruntina Thaçi, Saranda Romaj, Laura Kerolli Çorri, Ardian Shala, Bashkim Qikolli, Albin Rahmani, Artur Rama, Qëndresa Sinani, ku fillimisht hedhen në shok bomb, pastaj vazhdojnë të godasin me grushta, shelma dhe mjetet të forta, kupzat betoni, tulla, ngjyrë dhe gjësendet e tjera, kur përpos dëme materiale në automjet, në telefona, lëndime të rënda trupore pësojnë të dëmtorit Florat Saliu dhe Bardh Bekteshi, kurse lëndime të lehta trupore pëson e dëmtora Venera Gjoqaj. Me këtë ka kryer veprën penale pjesëmarrje në turm, që kryen vepër penale dhe huliganizëm nga neni 404 par 2 lidhur me parni të KPRK-s. I Panderi Urosh Vukasinovic me datë 16/06/2023, rrethorës 14:15 në Lek Posavic, i Panderi me dashje përdor forcën ndaj gazetarëve të mediumeve të Republikës së Kosovës, i motivuar në bazë të kombësisë, në atë mënyrë që në momentin që nga objekti komunës së Lek Posavicit del ministri Elbert Krasniqi, gjuan me mjetet të forta, kupsa, betoni, tulla dhe gjësende tjera në drejtim të gazetarit të mediumeve Arvresha Info, Klan Kosova, RTV Dukagjini, KTV, Index Online TV. Me këtë ka kryer veprën penal sulmi nga neni 184 par 3 në paragrafi 3.1 të KPRK-s. Me datën 16/06/2023, rrethorës 14:15 në Lek Posavic, i Panderi me dashje merr pjesë në turmën e mbledhur prej më tepër se 8 persona, e cila me veprimet e tyre të përbashkëta shkakton rrezik të përgjithshëm, ashtu që në momentin që nga objekti komunës së Lek Posavicit del ministri Elbert Krasniqi, personat civilë dhe maskuar fillojnë të gjuajnë shok bomba në drejtim të veturës së zyrtare me targa 02-182 FO të markës Toyota Land Cruiser, ngjyrë të zezë dhe me ngjyra të ndryshme. Dhe pasi që kalon, ai vazhdon në drejtim të gazetarit të mediumeve Arvresha Info, Klan Kosova, RTV Dukagjini, KTV, Index Online TV, fillimisht hedhen me shok bomba, pastaj vazhdojnë të godasin me grusht, shelma dhe mjetet të forta, kupsa betoni, tulla, ngjyrë dhe gjësende tjera, ku përpos dëme materiale në automjete, në telefona, lëndime të rënda trupore pësojnë të dëmtorit Florat Saliu dhe Bardh Bekteshi, kurse lëndime të lehta trupore pëson e dëmtora Venera Gjoqaj. Me këtë ka kryer veprën penale pjesëmarrje në turm, që kryen vepra penale dhe huliganizëm nga neni 404 par 1 të KPRK-s. Faleminderit. Ka lexohet edhe në gjuhën serbe ata kujta. Sada pročitamo i na srpskom opslovicu protiv Slavka Simića i Uroš Vukasinovića.